përmendja e shembujve të madhërimit të sunetit nga selefit dhe kapja e tyre pas sunetit. Përmend këtu shejhu jon Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah disa shembuj në lidhje domethënë ku na shfaqet dhe thot shehu sa nevojë të madhe kemi për këto shembuj. Se ti i të thon vetëm selefi. Do t'i shohësh se si kanë qenë selefët në mbrojtjen dhe kapjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përmend këtu fillimisht çështjen e Abu Bekrit radiallahu anhu kur vdiq pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe dikush u bo qafir prej arabëve dhe disa të tjerë refuzuan ta qisin zekatin, atëherë tha Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, nëse ma pengojnë ose ma ndalojnë mu një shirit që ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do i luftoj. Do i luftoj për atë gjë. Do i luftoj. Dhe kjo tregon domethënë kapjen e tij të përpikt pas rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe po ashtu edhe Umar al-Faruq radiallahu anhu kur e pa gurin të zi te çabja, tha unë e di se ti vetëm një gur i thjesht nuk bën dëm as dobi, por sikurse mos të kisha parë unë pejgamberin alayhi salatu wasallam duke të puthur ty, nuk do e kisha vepruar. Do të them pse e bori Omeri radiallahu anhu puthin e gurit të zi, për shkak se ka pa të dërguarin Allahu subhanahu wa taala. Dhe po ashtu edhe Aliu radiallahu anhu në lidhje me kryerjen së haxhit e temettu, domethënë umre dhe pastaj haxhin, tha Aliu radiallahu anhu, unë nuk e braktis sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fjalën ose për mendimin të askujt. Dhe po ashtu edhe Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma thot, kje frikë Allahun dhe qëndro. Kje frikë Allahun dhe qëndro dhe bëhun djekës e jo shpikës. Bëhun djekës e jo shpikës. Dhe po ashtu edhe Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhuma ka thënë, ndiqni, bëhuni domethënë pasues të etherave, të transmetimeve dhe mos u bëni shpikës, sepse kini mjaftueshmëri në transmetimet të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ethereve të sahabëve ridwanullahi alejhim. Dhe po ashtu ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, maturia në sunnet është më e mirë se sa me bë shumë përpjekje në bidat.